Jemi këthy dëgjues dashur, dhe siç e përmenda edhe çastin e parë do të diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, duke ditë që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit e sidomos agjerimi është ai i cili ka një lloj ndikimi kaq të madh tek sportistët, duke ditë që një pjesë e madhe e futbollistëve, jo vetëm e futbollistëve, por shumë sportistëve të ndryshëm agjerojnë dhe se si duhet të kenë kujdes gjatë këtij muaji të shenjtë, marr parasysh nuk është si një ditë e zakonshme, edhe sikur je me agjerim, sepse ndikojnë stërvit, ndikon mënyrat e ushqyerit e shumë çka tjetër. Dhe pikërisht për këtë ne kemi të ftuar një nutricionist i cili është Nderim Rexhepi, përveç saj është edhe trajner profesional i fitnessit. Nderim, mirë se erdhe dhe bashkoj emisionin Pasdita Sportive. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe tashmë sa ndikon agjerimi tek sportist. Pikësore gjithë dëgjuesve tonë po du m'javëru fillimin e muajit shenjtë Ramazanit, shpresoj në agjerim sa më të jetë sa më të këndshëm. Për sa i përket agjerimit gjatë muajit të Ramazanit tek sportistët janë një kategori më e veçantë se personat e thjeshtë. Pse është kjo? Dihet se sportistët aktivitetin fizik si në muajin e Ramazanit, si jashtë muajit Ramazan duke ndalin në fare kurrë. Domethënë pavarësisht a është Ramazan ajo, ata i kanë stërvitet e tyre. Ndonjëherë me intensitet më të lartë, ndonjëherë me intensitet më të ulët. Për shkak të intensitetit të tyre, stërvitet e tyre, kuptohet se nevojat e tyre janë më të ndryshme se personat e tjerë. I kanë nevojat për kalorika më të larta, edhe nevojat për hidratimi kanë më të larta. Sipas shumë studimeve që janë bërë në FIFA, e sipas shumë studimeve që janë bërë në Superligën ruse, kanë dalë që sidomos të sportistët elitar nuk ka pas ndonjë rënje signifikante të performancës për sportistët që kanë zgjuar gjatë muajit Ramazanit. Por rënja ka qenë jashtëzakonisht e vogël, përderisa ju kanë mbajtur për disa kushte. Cilat janë këto kushte? Ushqyeshmëria duhur prej kohës së iftarit deri në kohën e syfyrit, marrja e makro dhe mikronutrientëve në sasi të duhur, në kohë të duhur dhe sigurisht edhe hidratimi i duhur. Gjithashtu edhe xhumi ka luajtur rol. Pra, përderisa një sportist elitar nuk ka përmbajt ushqimet të duhur, sasisë të duhur, xhumit të duhur, pushimit të duhur, rikuperimit edhe hidratimit të duhur, performanca nuk ka pasur rëmë jashtëzakonisht e vogël sa pothuajse nuk zhvërrit fare. Çka do të thotë për me kuptu ma shumë për dëgjuesit, çka do të thotë pjesa e ushqimit në mënyrë të rregullt nga iftari deri në syfyr? Ushqimi është një lloj karburanti për organizmin tonë. Pra, çka do të bëj në momentin që karburanti nuk është i duhur, nuk është në cilësi të duhur, sigurisht edhe organizmi nuk ka me funksionu si duhet. Andaj çka nuk kuptojmë këtë ushqyeshmërinë e duhur, është marrja e racioneve të duhur. 3 racione deri në 4 racione që nga koha e iftarit deri në kohën e syfyrit. Mandej, marrja makro mikronutrientëve, karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme duhet të jenë pjesë e padashme e dietës në sasi të duhur. Karbohidratet komplekse kanë rolin e vet, proteinat duhet të jenë në bajgje të theksuara me qëllim që të rikuperojnë dhe ndërtojnë muskujt prej stërvitjeve që kanë bërë, dhe yndyrnat e shëndetshme kanë rolin e vet. Mandej, ushqimet e pasura me vitamina e minerale, gjithsesi që kanë me luajtur një rol bajgje të madh për performancën e sportistit. Ato duhet në nivelin optimal me qëllim që të mos ketë rënje të sportistit. Hidratimi është primar, për të gjitha është hidratimi, por shkak se edhe pse fatmirësisht kemi qelluar në kohë shumë të nxehtë, kemi qelluar në kohë pak më të ftohtë edhe djersitja më fladitshme, edhe djersitja bëhet më pak, prapë kur ka intensitet të lartë djersitja bëhet. Edhe humbin langjet. Duhet i kushtohet rëndësi hidratimit të duhur. Si bëhet hidratimi? 30 ml për kilogram peshës së trupit. Kjo do të thotë që një person që i ka 70 kg e shumëzon me herë 30 mg për kilogram, që i bën 2100 ml për peshë trupit. Mandej shtohet edhe 10% peshës trupit, varësisht për aktivitetin fizik sa ka intensiv. Nderim, është shumë interesant që më shumë tek ne kuptohet përmendet kur është puna e agjerimit, përmendëm vetëm futbollist, por agjerojnë edhe në fushat e ndryshme të sportit. Tek sportet ekstreme, edhe tek sportet paksa nuk janë më ekstreme si për shembull futbolli, por kur të këshyemi në sportet ekstreme kemi si ciklizmi, atletika që lypin në ushtrime shumë të mëdha, si tek sportet pak më të ndryshme. Si ndikon kjo? Po gjithsesi, prapë siç e thësë më herët, është bërë studime të sportistët. Mandej të sportet të tjera që më ekstreme, si ciklizmi këto të tjera, duhet të bën studime të reja, të testohen e të shihet se sa po mundet të përballet ciklizmi. Mandej duhet të dihet se në sa ora fillon gara ciklizmit, janë shumë faktorë.
sa zgjat gara ciklizmit sa është i përgatitur sportisti. Nëse favolim për muajin e zërimit në kohën e sotme që iftari është në ora 5 diçka, në syfyrim mandej është më vonë, pra koha se sa një sportist han edhe pin, ka orë më shumë. Nuk është në kohën e verës ndoshta fillon në 8:20 dhe përfundon në ora 2. Pra orët janë më të gjata, andaj edhe është më lehtë. Temperaturat e më të ulta që edhe kjo e lehtëson exagerimin shumë. Përderisa një sportist ushqehet si duhet në kohën e syfyrit, i mbush depot e glikogenit në mëqi, se dhe glukoza në gjak qarkullon si duhet, që janë përzihet janë si karburant primar për organizmin tonë, si karburanti kryesor i energjisë, përderisa i mbush, pushon si duhet, besoj që nuk do të ketë problem. Mandej stërvitjet në të duara, kondicioni është në rregull, nuk do të ketë problem përderisa i përmbahet kushteve të paracaktuara. Stërvitjet duhet të jenë të njëjta siç kanë qenë të gjatë ditëve të tjera të zakonshme, apo duhet të paraprin njëjtë identik edhe në muajin e shenjtë Ramazanit. Duke ditë që për shembull në futboll kemi ekipe që sidomos në ekipet e nivelit elitar që ushtrojnë 2 herë. Edhe pak a shumë si zakonisht i bëjnë stërvitjet njëherë në mëngjes dhe tjetra e cila është afër nga pjesa e masditës. Ka ekipe që ushtrojnë edhe në mbrëmje, por pavarësisht në rast se kanë me ndriçim të reflektorëve. Trajnerët që janë përgjegjës për stërvitjet e futbollistëve, edhe që i caktojnë kohën, edhe sa në ditë duhet të ushtrohet, duhet të kenë parasysh gjatë muajit Ramazanit, duhet të ketë një reduktim jo të madh, po një reduktim të shkurtër të stërvitjeve, apo të paktën, nëse jo reduktim në orë, të bëni stërvitjet më të lehta. Po edhe nëse kjo nuk ka mundësi, të paktën orarit të ndryshon. Çfarë të kuptojnë orarit të ndryshon? Stërvitjet më të preferueshme nëse janë 2 herë në ditë në fazën përgatitore, që në shumicën raste bëhen 2 herë në ditë, stërvitjet më të lehta të bëhen 1 orë, 2 orë para kohës së iftarit. Me qëllim që sportisti pas stërvitjeve të shkojë të mbet shumë pak kohë që të bëj iftar, ta prish, të hidratohet si duhet, të ushqehet si duhet, të rikthej energjitë e humbura dhe mandej stërvitjet më intensive të le të lihen 2 deri në 3 orë pas kohës së iftarit. Pse 2-3 orë pas kohës së iftarit? Në kohën e iftarit sportisti fillon me hidratim, do të thënë me pimen e ujit, pimen e lanxheve, pimen e supës, të gjitha këto ndikojnë në kthimin e lanxheve të humbura gjatë ditës dhe hidratohet. Mandej hahet me 2-3 orë me fillon, kthimi glikogjen, rritet sheqeri në gjak më herë, pra energjia rikthehet. Mandej pas 1 ore pushim, fillon me hangër shujtën kryesore, e cila do të jetë e pasur me karbohidrate komplekse, proteina që ndihmojnë në ndërtim të muskuleve dhe për yndyrna të shëndetshme. Pasi që han shujtën kryesore, sportisti do të rikthejë të gjithë energjitë e humbura gjatë ditës, edhe gjithë lanxhet e humbura do t'i kthejnë në nivel. Do të ketë shumë energji, do të jetë shumë i më i fuqishëm. I lëndë mandej 1 orë pushon, me qëllim 1 orë 2, me qëllim që ta tret lukët e pak organizmin, mos të ketë fryrë ngarkesë. Pas 2 orë sportisti do të ketë një forcë do të jetë shumë stabil në forcë, në kapacitetet e tina do t'i arrijë në maksimale, por stërvitjet më të rënda që e thamë më herët 2-3 orë pas kohës së iftarit. Ndërrejmë është interesant që për shembull kemi parë shumë futbollistë elitar, niveli shumë elitar, si Benzema, Mohamed Salah që e praktikojnë fenë islame dhe po ashtu gjatë kohës së muajit të Ramazanit agjerojnë, por ka raste në ndeshje shumë të rëndësishme e prishin agjerimit. Si nutricionist, si mund është më na shpjegu këtë në rast se një elitar apo a është mirëfillt, a pranohet që një futbollist apo qoftë sportist i ndryshëm ta prishë agjerimin edhe mos ta agjeroj çat ditë? Prapë këto janë disa faktorë që do të marrë parasysh. Dallon një sportist prej sportistit tjetër. Dallon rastin e Benzemës apo Mohamed Salah, sportista shumë të avancuar, dallon si do të jetë një ditë, po dallon ditën tjetër. Edhe është njerëz si gjithë ne, edhe ai ndryshon. Edhe mund të ketë probleme të ndryshme. Ndoshta nuk ka qenë gjumin kohën e durë, ndoshta ka ndonjë problem, ndoshta koha ku mban stërvitjet i ka qenë 2-3 herë stërvitje shumë të rënda. Prandaj duhet të kenë parasysh se faktorët që kanë ndikuar te prishja e xherimit të tina. Në kushte normale, sipas gjithë studimeve që ka bërë FIFA, ka dalë që nuk ka rënje signifikante. Pra, që në kushte normale një sportist elitar nuk ka arsye me prishë xherimin. Por nuk është ndikon në nivelin e performancës të elitarit. Jo, nëse i përmbahet para kushtet që i sa kanë pak më herët, ushqime të mirë, gjumit të mirë të tjera. Po prapë se morë shembull që çka nëse Benzema ose Mohamed Salah ka pas rast e ka prishë në ditë. Kjo ka mujt peshin shumë faktorë që kanë ndikuar, si është ndier aja ditë, kur e mbajt stërvitjet, lodhe ndoshta kanë qenë shumë të ngarkuar gjatë kohës së paraditës, pa vullnetin e tyre, mirë po me edhe për plan programin e trajnerit, kanë qenë shumë të ngarkuar,
mandej gjumi ka mund me qenë mos më qenë në nivelin e duhur, ka mund shumë faktorë të tjerë të cilët ai e kanë pasur performanca tina po bën drastikisht. Në këtë rast sportistit ju ka leju me prish agjerimin para det, mandej ai e kompenzon ndoshta një ditë tjetër, po e prish agjerimin nda det me qëllim që gjatë kohës së lojës të tregoj performanca të larta. Gjithmonë kjo peceke ndodh në kushte më ekstreme. Gjithmonë me kushte më ekstreme, kushte normale jo. Në kushte normale me sa kam pas shumë sportistë musliman, edhe në lojra shumë të veçanta, tash FIFA shumë të tjerë kanë po Premier League shumë të tjera që në kohën e iftarit e ndërpresin lojtarët e bojnë iftar, mandej vazhdohet. Pra ato janë loja elitare, ata janë lojtarë. Ata po mund ta xherojnë. Po në rastin e veçanta kuptohet kur para kushtet para prin çat mënyrë, ata e prishin dhe vazhdojnë në një tjetër edhe në rregull. Në nivelin e futbollit ton, jo vetëm futbollit, po sportin e përgjithësinë ton. Sa i paraprinojnë se e veçojnë muajin e shenjtë agjerimit të Ramazanit, sidomos sa ndikon tek pak më shumë tek futbollist, sepse di që ke punu me shumë futbollist, sa janë të përgatitur mirë. Por ata para sportistët ka ambicie. Por sportistët që kanë pas punë kryesisht, edhe sportistët tjerë më sa kanë, ai që ka ambicie, ai përgatitet mirë gjatë kohës së Ramazanit. Ai do ta bëjë gjumin shumë mirë. Ai nëse të çohet në orën 7-8, ai në orën 10-19 bën flan. Pra i kushton rëndësi kohës së xhumit. Në momentin që bëhet iftar, ai sportist që kemi punuar na dhe që kemi bashkëpunu edhe na ka tregu, ai në kohën e iftarit e ka pi me njerë 0.5 litra ujë. Ka marr hurme, ka pushu pak, ka pi pak sup. Mandej ka marr shujtin kryesore, mandej ka pushu prapo hidratu, mandej ka marr shujtin e dytë, shujtin e tretë. Edhe janë të kujdesshëm. Janë të kujdesshëm, përgjithësimi, ata që kanë punu, a ka raste përjashtuese, gjithmonë ka raste përjashtuese. Po sidomos ai që ka ambicien, edhe ai që ka vullnetin e çelikt për me mbajtur Ramazanit, të servitjeve, ai gjithmonë ka mëzit rrugdalje. Atë ka më herët pra peceki, sidomos tash në ora 5:30, edhe me temperatura më të ulta, është jashtëzakonisht më lehtë me përmbajtje në sportist Ramazanin, sesa në orën 8:30 kur ka qenë temperatura 32-33 gradë. Për shkak se servitjet i kanë bën fushat jashtme, kanë pas ekspozim të madh ndaj diellit në temperaturat më të larta, në dehidrimi ka qenë në nivelet maksimal, edhe normal që ka pasur problem. Edhe pse në atë kohë kanë përmbajtur shumë. Edhe kanë përmbajtur shumë mirë, po tash kanë shumë më lehtë. Tash është shumë më lehtë të përmbajnë në këtë temperaturë, në këtë kushte shumë më lehtë, andaj ai që do më përmbajt, nëse i përmbahet si duhet, nuk kanë pas asnjë të lash. Klubet, sa i kushtojnë rëndësinë me pas një nutricionist afër. Klubet e qoftë futbollit, qoftë basketbollit, qoftë sporteve kolektive me mendin tonë. Fatmirësisht klubet e tona, po foli për klubet tona, se klubet e jashtë e dihet që i kushtojnë shumë rëndësi, por klubet tona kanë filluar më vëdësu në këtë farë mënyrë, në këtë farë aspekti bëjë shumë. Kanë nisë me marrë. Kanë filluar bëjë shumë se e kanë pa edhe mirë që Kosova jo tash ka ecë përpara në fushën e futbollit bëjë shumë, edhe klubet tona po avancojnë, edhe kanë kuptuar rëndësinë e nutricionit. Andaj po ka bashkëpunim, ka vetëdijsim të trajnerëve, ka vetëdijsim sportistëve, pe kuptojnë rëndësinë sa rëndësishme është poshtishmëria, sa çfarë ndikimi po ka poshtishmëria në performancën e sportistëve, edhe çdo herë më shumë ata po bashkëpunojnë me nutricionist, me mjek të ndryshëm, po i kushtojnë rëndësi stërvitjeve në fitness, po i kushtojnë rëndësi çdo detaje. Me qëllim që ideja po është të nxjerrë një sportist me performancë më të larta. Andaj çdo aspekt po luan rëndësi. Kështu që po them se fatmirësisht po çdo herë më shumë futboll dhe trajnerët dhe drejtuesit e klubeve e kuptojnë rëndësinë e po bashkëpunojnë me mjekët nutricionist. Cilat prej klubeve e kanë me marrin më shumë përgjegjësi këtë pjesë? Por klube nuk e di, nuk më të cek me emra, mirë po kena rastisme shumë lojtarë për shumë klubeve që kanë ardhur dhe kanë bërë. Tash me emra nuk po më kujtohen realisht me tregu, po kena pas Ferizajt që kanë pas shumë. Kena pas sportistat Ferizajt, kena pas sportistat Shimës, kena pas për klubit Prishtina, shumë lojtarë, kena pas sportista më të ri për klubit të Dykurrikut, pe shumë klube të ndryshme kena pas që kanë ardhur, edhe kanë kushtuar rëndësi të madhe, kanë kushtuar rëndësi hidratimi, kanë kushtuar rëndësi gjithë nutricionistikës, edhe fatmirësisht po është trend rritje. Kështu që andaj edhe për shkak se edhe sportistët gjithmonë me kualitativ po nxjerrin klube. Për shkak se janë vetëdijsuar dhe kushtojnë rëndësi çdo parametri. Kanë nisë gradualisht kanë fatmirësisht po them se kanë filluar. Ka trend rritje. Ka nevojë ende për përmirësime, sidomos në aspektin e brenda stopit, duhet të shohën më shumë nutricionist, do të ketë edhe psikolog, gjë që nuk është në klubet tona që po e bojnë. Ta afirmojnë më shumë psikolog brenda skuadrës, sepse ndikojnë emocionet e gjatë humbjes dhe gjatë fitores, se
janë emocione shumë përzira. Nderim është shumë interesant, sepse ti je trajner profesional i fitnessit, po tek sporti i fitnessit. Se dim që më shumë ka nevojë për stërvitje. Dikush e preferon stërvitjet me mëngjes, dikush e preferon mbrëmje. Në muajin e shenjtë të agjerimit, në muajin e shenjtë të Ramazanit në sindikon. Edhe cilat këshilla jep ti një sportisti i cili apo ndryshe atina që vjen me ushtru fitness. Qoftë i zakonshëm, qoftë sportist. Për sa i përket punës së fitnessit nuk duhet të ndalet asnjëherë. Qoftë Ramazan, qoftë në kohë dimrit, në kohë verës nuk duhet të ndalet. Për çka duhet të bëhet është të mirën parasysh disa faktorë të tjerë. Për shembull, duhet të ketë parasysh që stërvitjet të zvoglohen pak. Nuk ka nevojë asnjëherë me shku 1 orë 2 stërvitje. Le zvoglohen në 1 orë. Po prapë është që i lodher 40 minuta, 45 minuta. Stërvitjet për ata persone që janë pak më mbi peshë, ndoshta stërvitjet e mazitës që më të rekomanduar me 1 orë 2 orë para kohës së iftarit, për shkak se edhe pse koha e xharimit ndikon në rritjen e metabolizmit, prapë çdo organizëm në kohën e pasditës metabolizmi fillon pak më rrah. Andaj me stërvitje më një herë rrit metabolizmin. Pra që i shtini ndyrën të mushkëri shumë a shumë. Çka rekomandoj tjetër është në kohën e Ramazanit, sidomos kohës para iftarit është ecja. Në kardio, për ushtrimet të masës zemore. Ta sqarojmë diçka. Gjatë kohës kur organizmi është në fazën e xherimit, i ka zbrazur të gjithë glikogjenin nga mëlçia dhe glukozën në gjak. Atëherë organizmi duhet të marrë dikon tjetër karburant që me qëllim të funksionojë. Çka merr organizmi në këtë rast? Merr nxjerr nga indja dhjamore. Dhe indjen dhjamor e përdor si karburant, prandaj shumë persona kur përdorin aktivitetin fizik gjatë Ramazanit, humbin peshë, humbin bazë dhjamore. Për shkak se organizmi e ka marrë indjen dhjamore ka shëzuar si karburant. Duke i jashtu edhe ecën që të me aktivitetin fizik, sidomos me frekuencën 60 deri në 80% VO2 maksimumit, gjithmonë ka rrit niveli sa shkret masat dhjamore. Personat, sidomos obeziteti, sot po shohim që është në rritje. Është trend rritje. Sidomos tek fëmijët. Tek fëmijët kur përdoret kjo gjatë kohës së agjerimit, përdoret me aktivitet fizik moderum, atëherë ka më pas që masa dhjamore ka më shkrit shumë më shpejt. Ka më pasur organizmi, ka më nis dhe person shumë më mirë, shumë më lehtë. Por sa i përket fitnessit, 2-3 orë para kohës së iftarit do kishte më qenë tëm ideale. Po dikush ndoshta është duke punu. Atëherë le ta lëm para ditën, po le ta zvoglan intensitetin, me qëllim që në fitnessit din edhe me të zbraz lanxhe dhe me të lodh. Gjatë kohës së masditës më të qes shumë i lodhur. Ai që ka mundësi edhe pas iftarit, 2-3 orë para pas iftarit kur tret organizmi, edhe pas iftarit është në gjendje të rregull, vetëm mos ndërpret asnjëherë. Një pyetje të fundit që mos më të marr edhe më shumë kohë. Mirë ushqyerja e përmende, por ka edhe prej atyre që preferojnë ushqimet e cilat janë brumet. A preferojnë brumet gjatë tek sportistët? Në rregull të artë do të më thëkë, edhe për sportistët kam këto, po edhe për jo sportistët. Hani pini mos e prani. Kto e kena hadith profetik. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që në sasi të moderume të caktuar, edhe në kohë të caktuar merrni han nga brumi, a ka pa nga belsirat, a nga pa nga yndyrat. Mos e tepro. Jepi prioritet. Yndyrnat si rosti për shembull. Yndyrnat, sidomos yndyrnat e këqija të mashtëm. Edhe ëmbëlsirat e reduktoj. Nuk po them i largoj fare, por sportistat kjo vlen. Reduktoj në sasi më të vogël, nëse herë një herë në 2 javë disa bruma ose një ushqim pak më të kësaj ashtu, nuk është se ndodh, nuk është se bëhet kiameti them ashtu, mirë po nëse bën pjesë e përditshmërisë këto ndodh problemi. Andaj me sasitë moderume, në kohë moderume nuk ka asnjë problem. Pa nuk asnjëherë nuk e proklamojnë jetë robotike, jo jetë robotike. Thjesht me do kontrolla pak më dërume çdo sa kam kon rregull. Nderim shumë faleminderit që gjete kohën me qenë pjesë e pasditës sportive. Shumë faleminderit edhe juve për mundësinë, edhe shpresoj që na dhon sadopak një informacion dobishëm për këtë kush na ka dhëzuar. Faleminderit shumë.